Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategi GmbH në Lucern dhe japim sim online në matematik. Kësaj radhe po dojmë me shiku adicionin e vektorëve. Do të thotë kem këto boshtin x dhe boshtin y. Boshti x, por dhe boshti y. Dhe i kem dy vektorë, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 edhe 10. Dhe gjithashtu në boshtin y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do të thotë, vektori jon i parë është ky, po e përdorim një vektor të cilën e kemi përdorur deri tani disa herë. 3, 4, do të thotë në boshtin x lëvizim 3 hapa, në boshtin y 4 hapa. Ky është, do të thotë, vektori jon i parë dhe po e thrasim këtë vektor a. Këtu në fillim e kemi pikën A dhe po thojmë se në këtë pikë do thotë po kalojmë përmes pikës B. Tani ja shtojmë këtij vektori, do të thonë vektori A është 3 dhe 4. 3 lëvizje në drejtim të x-it, 4 në lëvizje në drejtim të y-it. Dhe këtij vektori po ja shtojmë vektorin, po ja shtojmë vektorin B. Vektori B është 4 dhe 3, do thotë. 4 dhe 3 tani do thotë ecim 4 hapa në drejtim të djathtë. 1, 2, 3, 4 hapa dhe 3 përpjet. 1, 2, 3. Do thotë, po më rrim të pika do thotë kjo është vektori B dhe këtu po më rrim të pika 7 me koordinatat 7, 7. Sepse kemi në fillim do të thotë këto 3 hapa në të djathtë plus 3 dhe pastaj 4 hapa në të djathtë plus 4. Do të thotë në përgjithësi kemi këto 7 hapa në të djathtë. Përpjet kemi së pari 4 hapa dhe pastaj edhe 3 hapa, do të thonë plus 4 dhe pastaj plus 3. Në përgjithësi me ngrit për 7 hapa përpjet. Do të thotë, na po e shohim tani se do të thotë për me mritë pika P, po e thrasim këtë vektorin D, apo po e thrasim vektorin C, vektori C, do të thotë, vektori C, si duket vektori C, vektori C i ka, do të thotë, 7 hapa në të djathtë dhe 7 përpjet. Me tjera fjalë, për me mritë pika P me koordinatat 7 për x dhe 7 për y, ne kem dy mundësi. Ne mundu me shku direkt të pika P përmes koordinatave C, do thotë përmes vektorit C, ose mundu me shku në përmes vektorit A deri të pika B dhe pastaj përmes vektorit B deri të pika P. Do më thonë, vektori A plus vektori B është kjo, do të thotë këto 3
4 plus 4 dhe 3, apo e rishkrujmë si 3 plus 4, dhe thot në x ecim 3 hapa në fillim, pastaj 4 hapa, dhe në y mas pari 4 hapa, pastaj 3 hapa. Dhe sajnë 3 plus 4 janë 7, dhe 4 plus 3 janë gjithashtu 7. Dhe kjo është vektori C, dhe thot kjo konalt. Në video në radhës e shojmë se na mundëm dhe dhe thot në fillim me kalu përmes vektorit A deri këtu, të pika, po thrasëm këtë pikën D, dhe pastaj nga këtu të pika P. Do thot, do e shohim se vektori A plus B është i barabartë me vektorin B plus vektorin A.